E filloi këtë këshill dhe porosi me një tregim që ka ndodhur në të kaluarën. Një mbret i kishte pas 3 ministra mes tjerëve, i zgjodhi ata dhe u dha një detyrë. Çdo ministrit ja dha nga një shportë të madhe, tha merrni këto shporta dhe shkoni në bafqet e pallatit mbretnor që i kemi dhe mbushni këto shporta me pemt më të mira që janë në këto bafqet tona, por ta kryeni punën vetë. Secili vetë ta mbushe këtë shportë të madhe me pemt e baqes ose baqeve të kopshtit. Para mendoni, do të kopshti i mirë dhe bafqet i ka të veçanta. Shkoni aty, mbushni vetë me pemt më të mira, frytet më të mira që janë në këto kopshte të pallatit tonë. Normalisht, kur urdhënon mbreti, secili duhet ta zbaton urdhën e mbretit dhe këtu nuk ka hapësirë për mëdyshje dhe dilema. E mori secili për këtyre shportën, edhe u fut në kopshtet e pallatit. I pari për një me e mori urdhën e mbretit dhe zbatoi fije për fije. E zbatoi shkronjë për shkronjë. Shkoi këtë çdo pemë, më të mirat e pemës i vendoste në shport. Pse? Se tha urdhën për mbretit, s'është më rëndësi mbreti, a e shef çka ku bëu unë, a nuk e shef? Më rëndësi une ta zbatoj urdhën e tij. Ministri i dytë tha, ku ka vakt mbreti me këshirë, çka ku mbledh une. E me bukrasimin, e ku marr mollën më të mirë, e ku marr dardhën më të mirë, e ku marr pjeshkët më të mirë, e ku marr kajsin më të mirë, s'ka vakt. Shko shpejt e shpejt, mushe do të rase atë shportën me çka dalin përpara për pemëve, se fundit mbreti as që është në zor para të pemë që kam jaqune, se çka s'ka në bërë mbretnor. Ki dytë i hyni e mur shportën edhe mu shkak. Kako jesh qelë, pjekta, pa pjekt, kalta, e mushi shportën. I treti tha, për lene e beshkuj, 100.000 telashe, 100.000 gajle i ka me këshirë shportat na me që kena me mushë. Mushë që me kashte, me dheje, me qka të mërinë, mushë e veç duke se ka diçka. Edhe pas një kohë, kretë këta, të 3 ministrat, edhe para mretit, tha, mret e sosëm, e krytëm, e zbatum urdhin tanë. Edhe e kemi mushë shportat si në fajti. Normalisht mreti as nuk i qeli. Të dytë fundit apo shef. A i qetri më neke që shofe se janë moja, molla, se janë vogla, a kanë në pikë, a s'kanë në pikë, a janë të vrama, a s'janë të vrama. Se qeli ka. Ta mreti ta mamë shumë mirë, tha, ta se cili për ju e ta merë shportën e vetë, dhe i tha ushtarve, tha, mërë një këta, tha, që një mburg, veç e vetë, se cilin me shportën e vetë. Se cili tha e merë shportën e vetë, edhe ne një muj në burg, pa kërkan vetë. Më një vend ku s'ka mundësi kush me mri. Edhe mori ministri parë shportën e vetë, me hargjin që kishte mbush, hinin qeli. I dyti me hargjin e vetë, hinin qeli, dhe i treti me hargjin e vetë, hinin qeli. Thejmë djetarët, që këtu është shembulli i jetës tonë në këtë botë. Tash i pari, një muj burg kishte pemt më të mira që i ka pas kopshti mi hangër. A e s'kishte problem. Se e ka mbush shportën me më të mirat. Edhe në burg aty i hanë më të mirat. Ky i dyti i mushi me çfarë do kof, jeshil, pa pjek të kalta, edhe ky sjet unë, ama nuk hanë ushimin më të miri, po që ato që ka mblesë. E ky të reti valla veç barë dhe me hangër, se s'ka pas kur gjonta pipemve me hangër. Kështu është edhe raporti jonë me dynjan. Ne kena anë këtë dynjan dhe Allahu Dhugjela ka urdhue me bo pun të mira.
me bo punë të mira. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah thot dunjën për këtë jetë kësaj bote, ju kam sjell në këtë dynja që t'ju sprovoj kush për juve vepra më të mira do të bën. Garë, njëri me tjetrin, dhe andaj Allahu të gjera thot, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, që t'ju sprovoj, këtë botë ju kemi sjell që t'ju sprovoj kush për juve vepra më të mira do të bën. Edhe andaj kemi në këtë dynja. Mi mbu shportat tona me pemë më të mira që kemi. Allahu dhu gjelal, faleminderes i qoftë ati, elhamdulillah, se në këtë dynja në ka dhonë mundësi që me bo asi vepra të mira të përsosuna, perfekt, sa që me një vepër shumë të vogël me fitu shumë për Allahu dhu gjelal. Dhe për atë çak të dashur vëllezër, do thot, na të gjithë na duhet ta shohim cili ministër për këtyre ministrave të mretit jemi. A jemi ata që e mushim shportën me vepra të mira, të pastër, të kullume, të sakta, të sinqerta? Apo e mushim me çka do qoftë, apo Zoti na ruaj të mushim me dhe edhe me barë, edhe mase ne pe asaj nuk ka ku një farë do bie. Andaj, kur ki me pati mas mirë ti korjen tënde, të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Bara ibn al-Azib radiallahu anhu, që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij, hadithin e daljes shpirtit të besimtarit dhe jo besimtarit, dhe vendosjes së tij në varr dhe ballafaqimin e tij me veprat e veta. Kur të futesh në varr, aty më njerë ki me pa efektin e punëve tuja. Nëse janë të mira, ose nëse janë të këqija. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vendoset i vdekuri në varr, e të vinë dy melate ta pyesin kush është Zoti jot, kush është feja jote, kush është pejgamberi jot, cili është libri jot, e të përgjigjet besimtari pozitivisht, Allahu është Zoti im, Islami është feja ime, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi im dhe Kurani është libri im. Atëherë çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I zgjerohet varri, edhe i tregohet të vdekurit vendin xhennet, ku ka me shku. Si kjo është jeta e varrit, Allah s'ka kalue në jetën e ahiretit. Dhe pastaj i vjen një njeri me pamje të bukur dhe aromë të këndshme. E ky i vdekur i thot, o njeri, kush je ti? Allah të përgëzohet me të mira se ti e pas ke një qere shumë të mirë, një qere të ati që sjellë myshde dhe lajme të mira. Thot që kë njeri me aromë të kashme dhe me pamje të bukur, thot, unë jam punë e tuja të mira që i ke botin dë një. Shko, momentin ma kritik, momentin ma të vështirë, ku ketë dunjoja të braktisë në vërë, edhe ti një në rëplimën e kamve, tu largu e familja jote, nana jote, baba jote, vlavi jote, motra jote, miku jote, dashamir jote, shoku jote i ngusht, shkun, ti po anin në rëplimën e këmuzme të shku ata, me të vetë. Nëse ke punu në dynja, vjen puna jote në formën e njeriut me pamje të bukur dhe aromë të këndshme. Edhe që aty fillon të edhe gëzosh, edhe rahatosh, edhe qetësosh, se e kupton se fundi i kësaj jete të dytë ose të tretë, jetës së berzahut, është, do thot, xheneti insha Allahu Teala. Në anën tjetër, edhe ati që ka bo shërë, që këtë kohë që ka pas disponim se ka shfizu për hajrë, njëjtë, ka mi ardhë një njeri me një pamje të keqe, me një erë të keqe, edhe ky i vdeku kur ta shef, do t'i thot kush je o njeri ti që pamja jote të regon se je njeri që sjell lajme të këqija, thot, unë jam punë e këqija tuja që ke bën dynja.
Edhe ki vdekur i normalisht qenë në momentin kur ballafaqohet me punët e veta të këqija në botë, e din se fundi i kësaj jete të berzahut është xhenemi, Zoti na ruaj.